Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025, e cila organizohet nga Bashkia Fetare Islame, gjithësisht Muftinia e Tetovës. Ligjërata e sotshme do të jetë në këtë xhami të bukur, të cilën jeni duke e parë. Është xhamia e re e fshatit Nerasht, ku misafir e kemi hoxhën e po kësaj xhamie, jeton Ajdini, me të cilin do të diskutojmë rreth dhikrit, përmendjes së Zotit Xheleshanuhu në muajin e bekuar të Ramazanit. I nderuar i hoxh, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Cila është vlera dhe rëndësia e dhikrit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu Xheleshanuhu wa Xhelle Xhelaluhu. Salavatet dhe selama qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht u bëj përhajër të gjithë besimtarëve musliman muajin e bekuar të Ramazanit, duke u dëshiruar agjerim të lehtë dhe të pranuar. Se përket pyetjes së parashtruar, se cila është vlera dhe rëndësia e dhikrit, padyshim se vlera dhe rëndësia e dhikrit është shumë e madhe në fenë islame. I ka dhënë shumë vlerë Allahu Xheleshanu, si dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Besimtari musliman duhet që vazhdimisht ta përmendë Allahun Xheleshanuhu wa Xhelle Xhelalu gjatë tërë vitit, gjatë tërë jetës vet, mirë po kur jemi në muajin e Ramazanit, duhet që ta shtojë sa më shumë dhikrin apo përmendjen e Allahu Xheleshanuhu wa Xhelle Xhelalu, sepse Allahu Teala në muajin e bekuar të Ramazanit shpërblen shumë më shumë se sa jashtë muajve tjerë. Pra i shumë fishon Allahu Xhelle Xhelalu shpërblimet e besimtarëve në muajin e Ramazanit. Allahu Xhelle Xhelaluhu vlerën dhe rëndësinë e dhikrit e ka treguar vetë në Kur'anin Kerim, si dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka treguar në hadithet e veta. Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'anin Kerim i ka urdhëruar besimtarët, i ka angazhuar ato që ato sa më shumë ta përmendin Allahu Xhelle Xhelalu. Sa më shumë të jenë në përmendjen e Allahu Xhelle Xhelalu, krijuesit të gjithësisë. Allahu Xhelle Xhelaluhu thot në Kur'anin Kerim, bismillahirrahmanirrahim, ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju të cilët keni besuar, përmendeni Allahun shumë edhe shpesh. Ka disa thirrje Allahu Xhelle Xhelalu që i përmendën që u drejtohet njerëzve në Kur'anin Kerim. Mirë po kur thot ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, atëherë besimtarët duhet që të jenë shumë më të vëmendshëm, pasi thirrja është për ato. Duhet që ta ndëgjojnë shumë mirë, sepse ta çojnë në vend pastaj atë porosinë e Allahu Xhelle Xhelalu. Dhe në këtë ajetin Allahu drejtohet besimtarëve që ato shumë ta përmendin Allahun Xheleshanuhu wa Xhelle Xhelalu. Kur besimtari i bën dhikr Allahu Xhelle Xhelalu, kur ai e përmendën Allahun Teala, Allahu në ato momente e përmendën besimtarin. Pra ti thua subhanallah, thua elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, në ato momente të përmendën edhe ti Allahu Teala. Allahu Xheleshanuhu në lidhje me këtë thot në Kur'anin Kerim, fadhkuruni adhkurkum, më kujtoni mua që unë të ju kujtoj juve. Dhe në lidhje me këtë, njëri prej dietarëve islam ka qenë në prani të shumë njerëzve, ka qenë me xhamatet e veta dhe u është drejtuar atyre dhe ju ka thënë se unë e di se kur më përmendën Allah. Dhe ato pak u habitën, thanë si ka mundësi që ti ta dish se kur të përmendën Allahu Xhelle Xhelalu. Edhe ai dietari tha, unë kur e përmendi Allahun, edhe Allahu Xhelle Xhelaluhu më përmendën mua. Dhe kjo është në përputhje me ajetin që e lexuam, pra fadhkuruni adhkurkum, më kujtoni mua që unë të ju kujtoj juve. Besimtari vazhdimisht tham se duhet të jetë në përmendje të Allahut Teala. Në qoftë se e braktisën përmendjen e Allahut ose e përmenden shumë pak Allahun Xhelle Xhelalu, ai rrezikon që të bjerë në kategorinë e munafikave, në kategorinë e diftyrshave. Allahu Xhelle Xhelaluhu në lidhje me këtë kategori thot në Kur'anin Kerim, wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Ato munafikët diftyrshat nuk e përmendin Allahun vetëm se pak. Andaj ne si besimtar, sidomos në këtë muaj të Ramazanit, ta përmendim shumë Allahun Xheleshanu wa Xhelle Xhelalu në mënyrë që të bëhemi besimtar të devotshëm dhe besimtar të sinqert.
Vlerën dhe rëndësinë e dhikrit e ka treguar edhe vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij, siç tha. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu kamathali al-hayyi wal-mayyit." Shembulli i atij që e përmendën Allahun dhe shembulli i atij që nuk e përmendën është sikurse shembulli i njeriu të gjallë dhe të vdekur. Pra personi njeriu që e përmendën Allahun, ai ka shumë vlera dhe ka shumë rëndësi të madhe te Allahu xhalla xhelalu. Ndërsa ai që nuk e përmendën, siç e tha dhe hadithi, llogaritet i vdekur te Allahu xhalla xhelalu. Edhe në qoftë se jeton në mesin e njerëzve, mirë po brendësia e tij është e vdekur. Në qoftë se ne në jetën e kësaj bote i parashtrojmë dikujt pyetje se vallë a dëshironi ju që të jeni prej banorëve të xhennetit, marrin përgjigje menjëherë se po, pra nuk kujtohemi diherë. Mirë po, kjo është e lehtë në qoftë se ne e përmendim dhe i bëm dhikr Allahu xhalla xhelalu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, kush dëshiron që të pushon në bafshet, në kopshtet e xhennetit, le ta përmendë shumë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Andaj ne si besimtar shumë ta përmendim Allahun në mënyrë që të gjithë bashkarisht të jemi në xhennetet e tij. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithashtu thot me një hadith se Allahu xhalla xhelaluhu i ka melaike të veçanta, të cilat ecin në rrezullin toksor edhe i kërkojnë ato vendet, ato mezhliset ku përmendet emri Allahut dhe ku bëhet dhikr Allahu xhalla xhelalu. Dhe ato melaike kur e gjejnë ndonjë vend që i bëhet dhikr Allahut dhe e përmendin Allahun ndonjë mezhlis, ato melaike i thirin edhe melaike tjera dhe ju thonë, e jani këtu, se këtu është ai vendi që ju po e kërkoni. Dhe pastaj vinë të gjithë melaiket dhe ato njerëzit që e madhrojnë Allahun në atë mezhlisin, në atë vendin apo në atë xhamin që i bëjnë dhikr Allahu Teala, i kapulojnë me fletët e tyre. Dhe pastaj Allahu xhalla shanuhu drejtohet atyre melaikeve se çka kërkojnë, çka po bëjshin robrit e mi. Edhe pse Allahu Teala e di më së miri, përsëri i pyetën, çka bëjnë robrit e mi? Melaiket thonë, o Zoti in, robrit e tu po të përmendin ty, po të bëjnë dhikr, po të madhërojnë, po të lavdrojnë. Edhe Allahu xhalla shanuhu u thot atyre se çka kërkojnë robrit e mi? Melaiket thonë se o Zoti in, robrit e tu e kërkojnë xhennetin. Edhe Allahu u thot atyre se e kam parë xhennetin robrit e mi? Melaiket thonë jo o Zot, se kam pa. Edhe Allahu ju thot sikur se ta kishin pa xhennetin robrit e mi, si do ishte gjendja atyre? Melaiket thonë o Zot, sikur se robrit e tu ta kishin parë xhennetin, ato ende më shumë do të madhrojshin ti, do të lavdrojshin dhe do të bëjshin dhikr edhe më shumë. Edhe Allahu përsëri i pyet melaiket se prej çka kërkojnë mbrojtje robrit e mi, njerëzit që i bëjnë dhikr Allahut. Melaiket thonë se robrit e tu kërkojnë ndihmë, kërkojnë mbrojtje prej teje që ti t'i mbrosh nga zjarri i xhehenemit. Edhe Allahu xhalla xhelalu u thot melaikeve se e kam parë robrit e mi xhehenemin, zjarrin e xhehenemit. Melaiket thonë jo, dhe Allahu u thot sikur se ta kishin pa ato, çka do bëjshin? Edhe melaiket thonë o Zoti in, sikur se robrit e tu ta kishin parë xhehenemin, ato do kërkojshin edhe më shumë mbrojtje që ti mos t'i futish ato në zjarrin e xhehenemit. Edhe pastaj Allahu xhalla shanu u thot melaikeve, jini dëshmitar ju o melaiket e mia, sepse unë i kam falur të gjithë robrit e mi. Edhe melaiket thonë o Zoti in, mirë po në mesin e atyre njerëzve, në mesin e atyre që të përmendin, është dikush që nuk ka hi ati për hir tëndin. Mirë po për ndonjë interes të jetës së kësaj bote. Edhe Allahu u thot o melaiket e mia, ata janë njerëz të cilët nuk e meritojnë që dikush në mesin e tyre mos të jesë i lumtur, pra të gjithëve u kam falë atyre. Dhe kjo është vlera e madhe që i ka kushtuar Allahu xhalla xhelalu përmendjes së tij, pra sa më shumë të qëndrojmë në mezhlise, në vende ku përmendet Allahu xhalla xhelalu, në mënyrë që të fitojmë shpërblime të mëdha të Allahu Teala. Çdo gjë që Allahu xhalla shanuhu i ka dhënë vlerë, padyshim që ka edhe dobit e saj. Cilat janë dobit, qofshin ato shpirtërore ose fizike, të dhikrit? Siç e thatë edhe vetë, pra dhikri apo përmendja Allahu xhalla shanu ka vlera të mëdha, si në jetën e kësaj bote, si dhe shpërblimet në botën tjetër, ka dobi shpirtërore edhe ka dobi fizike. Prej dobive shpirtërore të dhikrit është se afrohemi më shumë me Allahun xhalla shanuhu xhalla xhelalu. Kur robi, kur besimtari e përmendën Allahun, ai e forcon lidhjen e tij me Allahun xhalla xhelalu, si dhe është shumë më i vëmendshëm tash që mos ta shkelë urdhrin e Allahut xhalla xhelalu. E dyta është qetësia e zemrës. Ai që e përmendën Allahun
është shumë më i qetë në brendësinë dhe në zemrën e vet. Zemrën e ka më të butë. Thot Allahu xhalla xjalaluhu në lidhje me këtë, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Tjetër prej dobive shpirtërore të dhikrit është mbrojtja nga e keqja dhe mbrojtja nga shejtani i mallkuar. Pra besimtari e përmendën Allahun, edhe ai dhikri bëhet mburoj për të nga të këqijat, si dhe nga citjet dhe vezveset e shejtanit të mallkuar. Tjetër është rritja e imanit dhe devotshmërisë. Me përmendjen e Allahut forcohet imani dhe besimtari bëhet më i devotshëm. Dhe çka është devotshmëria? Është që njeriu, Allahu Teala njeriu ta gjejë aty ku e ka urdhëruar dhe mos ta gjejë aty ku e ka ndaluar. Pra të forcohet imani dhe bëhesh më i devotshëm kur e përmendën Allahu Teala. Tjetër është fshirja e mëkateve. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se kur besimtari e përmendën dhe i bën dhikr Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu, shpirti i tij pastrohet nga mëkatet, pastrohet nga gjunahet. Dobi tjetër shpirtërore dhe e fundit është largimi i shqetësimeve dhe i stresit. Jemi në kohën, jemi në shekullin ku këto shqetësimet e brendshme të njeriut edhe streset janë të shumta, çdo i dyti, çdo i treti njeri mund të jetë i prekur nga stresi, andaj ne atyre u rekomandojmë që sa më shumë të përmendin Allahun xhelle xhelalu dhe të jenë shumë të qetë në vetët e tyre. Këto janë dobi shpirtërore, mirë po tham se ka edhe dobi fizike kur njeriu e përmendën Allahun xhelle shanu wa xhelle xhelalu. E para është përmirësimi i shëndetit të zemrës. Njeriu e përmendën Allahun, mirë po zemra i punon shumë më mirë. Si dhe i ulet ai tensioni i gjakut, do të thonë edhe gjaku i qarkullon nëpër vena shumë më mirë. Dhe kjo është e vërtetuar, pra këtë e arrin njeriu vetëm se kur e përmendën Allahun xhelle xhelalu. E dyta nga dobit fizike të përmendjes Allahut është fuqizim i trurit dhe përmirësim i kujtesës. Me përmendjen e Allahut xhelle xhelalu, njeriu është shumë më i përmbajtshëm, do të thonë ka trurin më të fuqishëm, si dhe kujtesa e tij është shumë më e fortë. Pra ta përmendim Allahun Teala dhe e shohim rezultatet e dhikrit. Tjetër dobi fizike e dhikrit është se ke më pak lodhje dhe ke më shumë energji. Kur e përmendim Allahun xhelle xhelalu, e përmendën fjalën më të mirë, e lavdron krijuesin e gjithësisë, thua subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dhe kështu me radhë dhikre të ndryshme, njeriu ka më shumë fuqi në trupin e tij. Kur nuk e përmendën Allahun, ti tash ndoshta merresh me biseda boshe, ndoshta me biseda negative, si dhe e lodhën sa më shumë trupin tënd, andaj përmende Allahun xhelle xhelalu, do e shohësh se do je shumë më i fuqishëm dhe më i çlodhur në trupin tënd. E fundit nga dobit fizike të dhikrit është se ndihmon në një gjumë më të mirë. Pra përmende Allahun sidomos në mbrëmje dhe do e shohësh rezultatet në gjumin tënd, do të thonë do bësh gjumë shumë më të rehatshëm dhe gjumë do bësh shumë më të thellë. Këto janë ato dobit fizike dhe shpirtërore të dhikrit, andaj përmendeni shumë Allahun Teala që të jeni plotësisht të shëndetshëm në jetën e kësaj bote. Meqense ka vlerë shumë të madhe përmendja e Allahu xhelle shanuhu dhe shumë dobi si shpirtërore ashtu edhe fizike, si ta bëjmë atëherë kod pandashme në këtë muaj bekuar. Siç e cekëm, dhikri apo përmendja e Allahu xhelle shanu është një ndër ibadetet më të rëndësishme. Besimtari thamë se duhet vazhdimisht ta përmendë Allahu. Mirë po në Ramazan shtojeni atë numrin tuaj të dhikrit, në mënyrë që të përfitojmë. Mirë po si mund ta shtojmë këtë? Padyshim se duke i përsëritur fjalët e dhikrit. Duke i falur fillimisht 5 kohët e namazit. Pas namazit, siç e bëjmë dhikrin, sidomos në trevat tona, pas namazit do themi nga 33 herë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pastaj la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra ti falim 5 kohët e namazit dhe mos të anashkalojmë dhikrin. Mos të ikim me njëherë prej xhamive, mirë po të qëndrojmë në xhamiat tona dhe ta bëjmë dhikr Allahun Teala. Dhe kjo është një prej mënyrave dhe një prej metodave. Tjetër, mund ta bëjmë pjesë të pandashme duke krijuar një rutinë ditore. Gjatë 24 orëve që ti jep në funksion ti Allahu xhelle xhelalu me shëndet të plot, bëje një kohë të caktuar që unë në këtë kohë do e përmendi shumë Allahun xhelle shanuhu xhelle xhelalu. Dhe caktoj një numër të caktuar, do të thënë vendose 100, 200, pa marrë parasysh se sa, dhe arrije për çdo ditë atë dhikri. Pra caktoj një rutinë ditore ku unë në këtë kohë do e përmendi Allahun xhelle xhelalu. Tjetër është nëpërmjet leximit të Kuranit Kerim. Mund ta bëjmë pjesë të pandashme dhikrin duke e lexuar fjalën më të madhe, fjalën e Allahut xhelle xhelalu.
Fjala Allahu Teala llogaritet si dhikr, llogaritet se ne e përmendim Allahun xhella xhelalu. Andaj u rekomandoj të gjithë shikuesve që sidomos në muajin e Ramazanit mundohen që ta bëjnë një hatme të plot të Kur'anit Kerim. Tjetër është duke kërkuar falje nga Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu dhe të kërkojë mbrojtje nga Allahu Teala. Thuaj sa më shumë astaghfirullah, thuaj kërkoj falje nga Allahu. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkoj mbrojtje nga Allahu prej shejtanit të mallkum dhe këtë bëje si proces të ditës tënde për çdo ditë. Mund ta bëjmë dhikrin pjesë të pandashme të ibadetit tonë në këtë muaj të Ramazanit, duke e bërë dhikrin sa herë që neve të na jepet mundësia. Qoftë nëse je në punën tënde, qoftë nëse je duke udhëtuar, apo je duke ecur, apo je shtrim, vazhdimisht përmend Allahun xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu, edhe një mundësi e vogël kur të të vijë, kur lirohesh më një herë, bëj dhikr Allahu Teala, thuaj la ilaha illallah edhe kështu me radhë. Tjetra është bërja e dhikrit gjatë natës. Mund ta bëjmë pjesë të pandashme dhikrin kur i shfrytëzojmë netët, sidomos tash netët më të gjata, edhe muaj i Ramazanit, pra netët duhet jenë tek shtëpitë e besimtarëve, komplet ibadet, ta madhrojnë Allahun Teala me namaze, me dhikre, me lexim të Kur'anit Kerim, mirë po veçanërisht duhet që në netët e fundit të Ramazanit ende më shumë ta shtojnë këtë dhikrin dhe ta bëjnë atë vazhdimisht. Si dhe tjetra dhe e fundit, mund ta bëjmë pjesë të pandashme që ne gjatë ditës dhe natës të bëjmë sa më shumë dua, të bëjmë lutje për veten tonë dhe për të gjithë besimtarët, duke i lutur Allahun xhelle xhelalu çfarëdo që ti ke nevojë në jetën e kësaj bote, mirë po ajo më e rëndësishmja që të bëjmë më shumë dua në lidhje me botën tjetër, sepse ajo është e përhershme dhe kjo jeta e kësaj bote padyshim se është e përkohshme. Andaj sa më shumë ta përmendim Allahun Teala që të fitojmë shpërblime të mëdha si në këtë botë dhe në botën tjetër. Për fond, nëse mundet një mesazh shumë të shkurt për agjeruesit e muslimanët, cilët na shikojnë. Ta bëjmë tradit vazhdimisht, do të thonë ta përmendim Allahun Teala, tjetër ta lexojmë shumë Kur'anin Kerimin, ta bëjmë shprehje atë që për çdo ditë spaku ta lexojmë nga një xhuz, të bëjmë dhikr Allahun xhelle xhelalu pa enda, si dhe mundohemi që mos na ikë asnjë fars nga ky muaj i bekuar i Ramazan. Ju falenderojmë shumë për këta këshilla të bukura, Zoti ju jep jetë gjatë, suksese gjatë misionit tuaj dhe që shpërblen që ishit pjesë të këtij misionit. Të nderuar teleshikues, ju urojmë një agjerim të lehtë dhe të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.